Saranda Bogojevci ka reaguar ashpër ndaj gazetarit Ilir Mirema, të cilin e akuzon për shpifje dhe tentativë për një dhosje të viktimave të luftës. Në një reagim publik, ajo theksoi se është krenare që mbron hapur partinë që përfaqëson dhe nuk përfshihet pas maskës së panshmërisë, siç bën gazetari në fjalë. Bogojevci rikujtoi se ekspozita Bogojevci Histori Vizuale është rezultati guximit dhe përballjes me krimet e Serbisë në Kosovë, dhe se që nga fillimi është planifikuar të shfaqet dhe në Beograd. Ajo u shpreh është gënjur që pas gjithë kontributit të familjes së saj për drejtësinë, ende detyrohet të japë sqarime përballë atyre, që sipas saj dikur nuk ishin askund, por sot kërkojnë vëmendje në media. Bogojevci paralajmëroi padi për shpifjen ndaj gazetarit, duke theksuar se do të vazhdojë të mbrojë viktimat e luftës edhe në sallat e gjyqit. Një sqarim i domosdoshëm: nëse unë quhem servile sepse mbroj hapur një parti të cilës i përkas dhe ndaj së cilës kam bindje të qartë, atëherë çfarë duhet të themi për këtë gazetar, që të gjithë e dim kujt i shërben, ndërsa përpiqet të paraqitet si pa ankthshëm. Ekspozita Bogojevci Histori Vizuale ka ardhur si rezultat i guximit dhe mundësisë që ne si familje kemi pasur për të ballafaqur me krimet e Serbisë në Kosovë, krimet që i kemi përjetuar drejt për drejt. Nga Kosova në Serbi, Angli, Europë deri në Kanada, kemi arritur të ndryshojmë dhe ligjet për ekstradimin e kriminalëve që kishin qenë të paprekshëm për më shumë se një shekull. Ekspozita u hap fillimisht në Prishtinë, më pas në Tiranë dhe përkundër shumë vështirësive, pati sukses të madh dhe interes të jashtëzakonshëm nga publiku, që nga dita e parë ka qenë planifikuar që kjo ekspozitë të shfaqet edhe në Beograd, sepse për ne është e rëndësishme jo vetëm të dokumentojmë krimet e Serbisë në Kosovë, por dhe të dëshmojmë se të mbijetuarit nuk mund të heshtën, nuk mund të harrohen dhe nuk mund të ndërpërkëmben lehtë. Është gënjuese që pas kaq shumë vitesh ndihem e detyruar të jap sqarime për kontributin tim. Ndërkohë që ne jemi përballur me kriminal, kemi dëshmuar në gjykata ndërkombëtare dhe kemi kontribuar për drejtësinë, disa që dikur nuk ishin askund, tani mundohen të bëhen të rëndësishëm në televizion dhe në rrjetet sociale. Ky person që flet nuk ka asnjë uri për të drejtat e ekspozitës dhe as për kontributin tim personal. Ai vetëm shpik dhe përhap të pavërteta, po ashtu siç janë përballur me kriminalin në Serbi dhe në Hag për të mbrojtur viktimat e luftës, do të përballet edhe me të në gjykatat e Kosovës për shpifje dhe për ndjekje për një dhosje të viktimave.